Të dashur qytetarë, të nderuar pranishëm, sot dua të flas për të ardhmen tonë të përbashkët, për një të ardhme e cila ndërtohet mbi dy shtylla kryesore e vendimtare: sigurinë dhe begatinë. Pa siguri nuk ka zhvillim, pa begati nuk ka dinjitet, dhe pa të dyja nuk ka shtet të fortë. Le t'ja fillojmë nga e para, siguria. Siguria kombëtare për ne nuk është një koncept abstrakt. Ajo është reale, konkrete dhe e matshme. Së pari, shtrirja e sovranitetit në veri të vendit është një nga arritjet më të rëndësishme të shtetit tonë viteve të fundit. Shteti sot është i pranishëm në çdo cep të territorit të tij. Ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Kjo nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë e domosdoshme. Dhe jemi krenar që ja dolëm bashk të realizonim atë që të tjerët para nesh e quanin të pamundshme. Së dyti, për të siguruar se nuk ka regres tek arritjet e deritanishme. Ne kemi rritur ndjeshëm buxhetin për ushtrinë, duke forcuar kapacitetet tona mbrojtëse dhe duke e bërë forcën e sigurisë Kosovës një ushtri me armatim modern. Këto janë arritje konkrete të cilat e rrisin sigurinë e qytetarëve tonë dhe besueshmërinë e shtetit tonë. Por natyrisht ne nuk ndalemi këtu. Në mandatin që na pret, do të investojmë edhe 1 miliard euro të tjera në armatim dhe pajisje moderne ushtarake, ashtu që kushdo që mendon se mund na sulmoj, të mendoj 2 herë, kur mendon 2 herë lën krejt. Do të ndërtojmë fabrikën e municionit dhe dronëve, duke e kthyer sigurinë edhe në motor të zhvillimit ekonomik, teknologjik dhe industrial. Kjo do të thotë vende të reja pune, transferim njohurish dhe rritje e kapaciteteve vendore. Do të fillojmë programin Do të fillojmë programin e rezervës vullnetare në kuadër të planit për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Secili e secila që don t'i dalë në mbrojtje vendit tonë do të përfshihet në trajnimin bazik ushtarak dhe do të ketë armën e rezervuar personale të ruajtur në kazermë. Dhe në rast të mobilizimit, secili e secila do ta di vendin se ku duhet lajmërohet për të marrë armën dhe cilat detyra do t'i ketë. Mirë po, siguria kombëtare. Mirë po, të nderuar të pranishëm, siguria kombëtare nuk kufizohet vetëm në mbrojtje ushtarake. Siguria është edhe energji. Pa energji të qëndrueshme nuk ka ekonomi të fortë.
e pa ekonomi të fortë nuk ka pavarësi e sovranitet të qëndrueshëm. Andaj, krahas investimeve që bëjmë në energji të ripërtrishme, për ta ulur ndotjen, ne do të ndërtojmë kapacitete të reja energjetike, duke i shfrytzuar edhe resurset tona të linjitit me teknologji moderne që ndotin më pak, siç është gazifikimi. Kjo është rruga jonë, të përdorim pasurinë që kemi me mençuri dhe përgjegjësi për ta siguruar furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike dhe njëkohësisht për ta mbrojtur mjedisin jetësor. E siguria nuk është vetëm mbrojtje dhe energji, siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij, për bujqësinë e për industrinë. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja. Këto 5 diga të reja do t'jenë në Kuqic, në Pollot, në Dragaqin, në Firaj dhe në Desivojc, e të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim qëndrueshëm me ujë të pijes për gjithë qytetarët, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të arrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. Shtylla e dytë, begatia. Siguria që kemi ndërtuar është themeli mbi të cilin po e rrisim begatin. Dhe begatia nuk është premtim, ajo është tashmë realitet i matshëm. Kur e morëm përgjegjësinë për ta udhëhequr vendin ton, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliard euro. Sot me punë të ndershme dhe politika drejta ka arritur në 11 miliard euro. Ndërka që projektojmë që vitin ardhshëm bruto produkti vendor të arrijë 12 miliard euro. Për secilin vit të qeverisjes ja kemi shtuar nga 1 miliard euro ekonomisë së vendit tonë. Kjo rritje ekonomike nuk ka mbetur në statistika. Ajo është përkthyer drejt për drejt në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familjet. Ndërsa qeverisja jonë e mirë është garancia e vetme që ekonomia do të vazhdoj me rritjen, me trendin e njëjtë e bashkë me ekonominë të vazhdojnë të rriten edhe pagat, pensionet dhe mbështetja për familjet. Pikrisht duke u rritur ekonomia e vendit tonë, me neve në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banori do ta tejkaloj vlerën 10.000 euro. Paga minimale do të vazhdoj të rritet çdo vit, ashtu siç kemi bërë gjatë këtij mandati, kur pagën minimale që e gjetëm 130, përkatësisht 170 euro, në vitin e ardhshëm e sjellim në 500 euro dhe në 425 euro qysh me 1 janar 2026. Ky trefishim i pagës minimale është një ndryshim historik që e ka rritur dinjitetin e punëtorit. Edhe paga në sektorin publik gjatë mandatit ton kanë shënuar rritje mesatare prej 47% dhe kjo rritje do të vazhdoj edhe në mandatin që vjen në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Ju e dini që pensionit i kemi gjetur 90 euro dhe tashmë i kemi ngritur në 150 euro, pra për 2/3, duke e bërë vendin ton shtetin e parë në rajon
ku asnjë i moshuar nuk jeton nën pragun e varfërisë prej 5 euro në ditë. Rritja e pensioneve do të vazhdojë bashkë me rritjen e buxhetit e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale. Do të vazhdojmë rritjen e mbështetjes edhe për kategoritë e dalura nga lufta shqirimtare dhe përveç rritjes së beneficionit do të ndryshojmë ligjin dhe do të heqim edhe padrejtësinë që kushtozon përfitimin e beneficionit vetëm për veteranët që nuk punojnë. Shtesat për fëmijë i kemi gjetur 0 euro, që do të thotë se nuk i kemi gjetur fare. Sot ato janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë. Ndërka që mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë. Pra, në mandatin e tanishëm nga 0 në 45 euro dhe në mandatin e ardhshëm nga 45 në 90 euro për fëmijë. E të dashur qytetar, me këtë rritje do të lëm prapa edhe disa vende të Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i nisëm shtesat me 107 euro në muaj, pastaj i rritëm në 325.9 euro si vjet, ndërka që në fillim mandatit ardhshëm do t'i bëjmë 500 euro në muaj për 6 muaj, sepse aq do të bëhet edhe paga minimale në vendin tonë. Pra, 6 muaj nga 500 euro bëjnë 3.000 euro për secilën nën lehon të papun, përveç shtesave mujore për fëmijët që jipen në emër të nënës, përkatësisht në gjirë llogaritë të nënës. Kjo pra, të dashur të pranishëm, është politika jonë, familja në qendër të zhvillimit e të mirëqenjes. Begatia e shtuar për çdo familje nënkupton begati për ekonominë dhe për shtetin. Më shumë të ardhura do të thotë më shumë konsum, më shumë prodhim vendor dhe më shumë vende pune. Prandaj ne do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat do të shërbejnë si hipotekë për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Kjo është mënyra se si i vëmë në funksion burimet tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Do të themelojmë bankën zhvillimore, projekt që tashmë është negociuar me bankën botërore në vlerë prej 50 milion eurosh për të mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Trepçën do të rikthejmë në funksion të zhvillimit përmes investimeve të reja strategjike në bashkëpunim me një kompani me renome nga vendet mike, duke e kthyer atë në motor të ekonomisë sonë. Ekonomisë sonë do t'ja shtojmë edhe turizmin dimror si komponent të rëndësishme zhvillimi. Do t'investojmë 500 milion euro në projektin madhor të Brezovicës, si dhe në rezortin e ri të skijimit në Dugagjin në Bjesht të Rrugovës, duke i shndruar këto zona në destinacione të rëndësishme turistike, rajonale dhe evropiane. Në sport
do të investojmë 250 milion euro për ndërtimin e 20 stadiumeve të futbollit në 18 komuna të Kosovës, anë e mbanë Republikës, për të siguruar infrastrukturën e nevojshme sportive për të rinjtë tonë dhe lojrat mesdhetare 2030. Të gjitha këto projekte infrastrukturore nuk janë thjesht pika në hartë apo shifra në buxhet, ato janë mjete që lidhin njerëzit me punën, prodhuesit me tregun dhe vendin ton me të ardhmen. Duke përfunduar rrugët që kemi nisur dhe duke filluar projekte të reja strategjike, unazën e Prishtinës, autostradën Gjilan-Prizren, nga Banulla në përshtime e në qafë Dullës, dhe magjistralen e Dugagjinit, nga Istogu, në Pej, në Deçan, në Gjakov e deri në Prizren, ne po ndërtojmë infrastrukturën që jep hov e kuptim zhvillimit ekonomik, që e shpërndon begatin në çdo rajon dhe që e bën shtetin funksional për çdo qytetar. Mirë po rrugët, stadiumet, digat, kapacitetet energjetike dhe investimet industriale janë vetëm mjete, vetëse mënyra. Ajo që ka rëndësi është qëllimi, synimi, një shtet që punon për qytetarin, një ekonomi që krijon vlerë dhe një shoqëri që ecën përpara pa lënë askënd prapa. Prandaj, të gjitha këto që përmenda nuk janë premtime të izoluara, janë pjesë e një plani të qartë, të strukturuar dhe të realizueshëm, të ndërtuar mbi përvojën e këtij mandati dhe mbi rezultatet që tashmë i kemi dëshmuar si qeveri e mbarë dhe e mirë. Të dashur qytetar, ky është vizioni ynë. Por përveç se vizioni yni, kjo është edhe ftesa jonë, është thirrja jonë që të ecim bashk me besim dhe vendosmëri drejt një të ardhme më të sigurt e më të begat. Sot para jush nuk vi me premtime për të harruar, por me zotime për të jetuar. Kjo qeveri nuk matet me fjalë të bukura, por me punë që lën gjurmë të thella. Para jush nuk sjellim një listë dëshirash, por një plan që njeh realitetin dhe avanson atë. Mandati që kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Andaj, më lejoni të nderuar pranishëm që në vijim të paraqes sa më detajisht zotimet tona për mandatin e ardhshëm. Për prodhimtarin dhe ndërmarrësin do të veprojmë përmes bankës zhvillimore, programi 1 miliard euro në prodhim dhe ndihmë bizneseve që do të mbështetet tek projekte strategjike dhe prioritare të industrisë, përfshirë atë kreative me financim të drejt për drejt të kompanive. E përveç kësaj, investitorët do të kenë mundësi të përfitojnë edhe nga skemat e subvencionimit të pagave. Bizneset të cilët realizojnë investimet të reja do të përfitojnë nga amortizimi i përshpejtuar. Kjo do të thotë që një pjesë më e madhe e vlerës së investimit amortizohet në vitet e para të prodhimit. Përqendrimi i amortizimit në fazën fillestare të investimit i zbret detyrimet tatimore në këto vite. Si rezultat, bizneset kanë më shumë mjete financiare në dispozicion kur kostot e prodhimit janë më të larta. Kjo mas e përmirëson likuiditetin në periudhën më të ndjeshme të investimit dhe e bën më të lehtë nisjen e tij. Për shembull, një biznes që investon në makineri të reja mund të paguaj më pak tatim në vitet e para dhe t'i përdor mjetet për paga, lënë të parë apo zgjerim të prodhimit. Sektori privat
bizneset do të jenë në fokus të qeverisjes sonë për herë. Të gjithë ju e keni parë qysh shtetit ja kemi kthy terminalet doganore, ashtu që të mos ketë më kosto zhvotëse për tregtit jashtme. E në pranverë të vitit që vjen, të gjitha terminalet doganore do të jenë publike pra të shtetit. Nisim me njëherë. Nisim me njëherë me arkat fiskale digitale, duke hequr barrën e panevojshme për bizneset. Punën e mirë do të vazhdoj me sistemin e ri digital të faturës elektronike Business, i cili do të mundsoj mbikëqyrjen kohë reale të detyrimeve të TVSH-s, por edhe rimbursimin automatik e pa procedura të stërзgjatura. Më pak kontrole për bizneset e lehtësi për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Gjithashtu, për ta mbështetur likuiditetin e bizneseve, mbledhjen e TVSH-s për mallrat që hyjnë kufi, do ta zhvendosim nga kufiri në brendi të vendit. Data e pagesës së detyrimit të TVSH-s do të zhvendoset në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi në kufi, ngjajshëm siç e kanë bizneset për TVSH-n e brendshme. Për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian, do ta heqim taksën doganore prej 10%, gjë që do të mundsoj kosto më të lirë për qytetarët në blerjen e veturave. Ne kemi qenë e do të jemi qeveria që është angazhuar më shumëti për programe e projekti inovacioni dhe për mbështetjen e sektorit të teknologjisë së informacionit. Këtë mandat do ta nisim valutën digjitale të Kosovës. Valuta digjitale e bazuar në blockchain e krijuar nga shteti do të përdoret për pagesa. Krijimi i valutës digjitale nxit inovacionin dhe ekosistemin e inovatorëve. Me këtë e vendosim Kosovën në qendër të zhvillimeve më të fundit teknologjike. E për kompanitë në fushën e teknologjisë së informacionit që po tregohen teje të suksesshme, nga ky sektor e kemi prafërsisht 6% të bruto produktit vendor dhe që po e rrisin punësimin me progresion geometrik, do ta ideojmë dhe ndërtojmë një tech tower, një kull të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, një tech kull si investim publik në qendër të kryeqytetit, se do të ofrojmë mbështetje për hapësira e objekte në qytetet kryesore. Do të largojmë të gjitha kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimeve si shpenzime të zbritshme. Transporti publik në vendin tonë është një nga fushat ku kërkohet shumë angazhim e transformim. Do të fillojmë me jetësimin e programit Anë Mban. Do të krijojmë pra një rrjet të integruar transportit publik në tërë territorin e shtetit. Fillimisht për trafikun urban, NVM edhe për trafikun ndërurban. Do të ketë bilet mujore të integruar, secili shfrytëzues do të mund të udhtoj Anë Mban Kosovës pa pasur nevojë për bileta të tjera dhe duke përdorur vetëm transportin urban dhe ndërurban. Bileta do të jetë subvencionuar dhe me kosto minimale për shfrytëzuesit.
Synimi ynë është që me një kosto të përballueshme, prej 10 euro në muaj, secili të ketë mundësi të shfrytëzoj programin anën ban e të udhëtoj Republikës sonë cep më cep. Krahas nismave që ndërmorëm gjatë qeverisjes, do të shtojmë përpjekjet edhe programet që e fuqizojnë pjesëmarrjen e mërgatës në vendin tonë. Përmes dritares për investimet diasporës, do të mbështeten ndërmarrës nga mërgata, deri në 100 milion euro investime që bëhen në Kosovë. Shteti i Kosovës do të jetë garanci për investimet e mërgatës, për gjitha kredit që marrin për investimet e tyre këtu, shteti i tyre do të shërbej si hipotek për ta. Kemi kryer të gjitha obligimet, të cilat i paraprin integrimit të Kosovës në SEPA, Single European Payment Area. Kështu do të krijohen lehtësi të mëdha për transferet e parave në Kosovë dhe tani po presim zhbllokimin nga gjykata kushtetuese të këtij ligji. Me antarësimin në SEPA, rreth 60 milion euro i kursen Kosova të parave të diasporës sonë. Dhe ka një vit që ky ligj ngelet në sirtarët e gjykatës kushtetuese. Por dashur qytetarë, të nderuar mërgjimtarë, ta dini që për 60 milion euro që i kursejmë në vit me SEPA, i bie që në vitin 2026, për çdo muaj që na e vonon atë gjykimin gjykata kushtetuese, i humbim 5 milion euro. 5 milion euro humbin për çdo muaj. Rrjedhimisht edhe një herë thirrje gjykatës kushtetuese, mos na e vënoni SEPA-n se 60 milion euro i kursejmë brenda vetëm një viti. Mësimi gjuhës shqipe me kurrikul të dedikuar për fëmijët e familjeve që jetojnë e punojnë jashtë vendit është prioritet i yni çdo herë. Sbashku me Shqipërinë, sigurohemi që të mbahet mësimi gjuhës shqipe në gjitha shtetet ku ka komunitet të madh shqiptar. Do t'i digitalizojmë plotësisht shërbimet konzullore. Çdo pjesëtar i mërgatës tonë nuk do të ketë më nevojë për shumë shërbime administrative të paraqitet patjetër fizikisht në konzullata e në ambasada dhe në fillim të mandatit do të mundësohet kthimi me automatizëm i shtetësisë për mërgatën. E për bashkëdhetarët tonë, për shërbimin tonë të jashtëm, për rejtingun e shtetit tonë, në mandatin që shkoj, 5 ambasada i kemi blerë, e në mandatin që vjen, po ashtu do t'i blejmë edhe 5 të tjera, që të mos paguajmë qiratë të shtrejta dhe të kemi përfaqësi dinjitetshme. Ju e dini dashur qytetarë që kemi mbështet familjet nga subvencioni energjisë elektrike të shtesat e fëmijëve e për mandatin e ri, po e shtojmë një program të ri për gjyshrit e secilës familje që ka fëmijë. Në kuadër të mbështetjes për familjen do të arrisim skemën e mbështetjes, sepse gjyshërve pensionist që kujdesen për nipat dhe mbesat në rastet kur të dy prindrit punojmë, do t'ju japim 100 euro shtesë për çdo muaj mbi pensionin ekzistues, sepse të gjithë nipat e mbesat e mosës së shtyre, të gjithë nipat e mbesat prej 13 deri në 36 muaj, kur të dy prindrit punojnë, duhet ta kenë jo vetëm kujdesin e gjyshëve e të gjyshëve, por edhe kujdesin e shtetit ndaj gjyshëve e gjyshëve. Përveç se dëshirojmë të arrisim mirëqenjen për pensionistët gjyshër, ky program synon ruajtjen dhe përforcimin e familjes, duke sjellë më afër
3 gjeneratat e një familje dhe njëkohësisht mundëson që edhe gratë më shumë, më shpejt, më lehtë të integrohen në tregun e punës. Paralelisht masave që mbështesin vajzat në studime, gratë në biznes, nënat me fëmijët, artistët dhe sportistët mandatin e ri, që në 6 muajt e parë do të startoj me programin e ri për punësimin e grave apo superpuna për gratë. Ky program do të garantoj për 6 muaj pagën minimale që nga viti i ardhshëm pra do të jetë 500 euro. Programi dedikohet grave që duan të kthehen në tregun e punës, pra për bizneset bëhet e levërdishme të punësojnë gratë, sepse pagën e paguan shteti për 6 muajt e parë, kurse për gratë bëhet më e lehtë të gjejnë punë. Ky model është dëshmuar i suksesshëm me të rinjt dhe andaj po e zgjerojmë edhe për gratë. E paga minimale, me qenë se do të bëhet 500 euro, kjo do të thotë që ajo nuk do të tatohet e nënkupton se për biznesin e vogël individual 6.000 eurot e para të fitimit vjetor do të jenë të liruara nga tatimi. Me trendin aktual, paga mesatare në sektorin publik e kalon 1.000 euro në mandatin e ardhshëm, duke pas parasysh që mandatin që sapo e mbyllëm, buxheti për paga, krahasuar me siç e kemi gjetur, është 47% më i lartë. Por jo vetëm kaq, jo vetëm që po e rrisim buxhetin për paga në sektorin publik, por edhe po e zvoglojmë pabarazin në paga. E kemi gjetë 20-1 raportin e pagës më të lartë me pagën më të ulët dhe e kemi zbritur në 4-1. Edhe janë rritur pagat, edhe është zvogluar pabarazia. Do të themelojmë fondin e sigurimeve shoqërore. Kësaj mbulohet pagesa për pushimin e Leonis, edhe pushimin prindëror për nënën, por edhe për babain në rast marrjes pushimit. Fondi do të mbuloj edhe pagesat në rast të humbjes vendit punës, nuk do të lejoj më që ata që e humbin punën pa pritur të mbeten pa asnjë përkrahje. Për drejtat e punëtorëve dhe sigurinë punë, përveç kësaj që thamë, në mandatin e ri do të arrisim sërish numrin e inspektorëve deri në 200 inspektor të punës. Në vitin e parë të qeverisjes son e hoqëm pagesën e studentëve duke bërë falas shkollimin në universitetet publike. Ne kemi një seri programesh të bursave të bazuara në merita dhe prioritete strategjike shtetërore të cilat i kemi aplikuar gjatë mandatit që po përfundon. Tashmë me qeverinë e detyrë e kemi realizuar zotimin tonë për bursat e mobilitetit dhe mbështetjen për gjithë studentët. Merrni me mend, dashur qytetarë. Në janar e kena bërë premtimin për kurti 3, të cilin tashmë e kemi realizuar në kurti 2.5. Me këtë programin e ri, mobiliteti për student, që ka vlerën hekuran diku rreth 20 milion euro, mbështeten gjithë studentët në nevojë të cilët kryejnë studimet në një lokacion tjetër nga ai ku jetojnë. Studentët që kualifikohen për programin e bursës mobiliteti për student, për çdo muaj do të marrin një bursë varësisht nga distanca që ka vendi ku studiojnë me vendin ku jetojnë. Sa më larg që u duhet të studiojnë, aq më shumë do të përfitojnë. Pra, nëse dikush nga Juniku në vend se në Pej studion në Gjilan, do të përfitoj më shumë. Nëse dikush nga Sharri në vend se në Prizren studion në Prishtinë, do të përfitoj më shumë. Nëse dikush nga Kashaniku në vend se në Ferizaj shkon e studion në Mitrovic, do të përfitoj më shumë. Pasi që rritëm mbështetjen për studentët në universitetet publike dhe për studentët vajza e granë STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri, matematik, mbështetjen me bursa do ta zgjerojmë edhe për studentët që vijojnë studimet
në shkollimin universitar jo publik, pra në për kolegje private. Për këtë do ta dyfishojmë buxhetin e ndarë për bursa nga ai që kemi aktualisht. Do të vazhdojmë me prioritet të lartë mbështetjen për edukimin e hershëm. Vendi ynë i ka 108.000 fëmijë prej moshës 1 deri në 5 vjeç. Krahas rritjes përfshirjes tyre në qerdhe publike, do të fillojmë edhe me sistemin e bonove. Për ata prindër që vendosin t'i dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe jo publike. Synimi është që në ciklin parafillor të jenë të përfshirë të gjithë fëmijët të moshës 5 e 6 vjeç. Aktualisht në vendin tonë janë rreth 20.000 fëmijë të tillë që të gjithë ata do të jenë në qerdhe publike ose jo publike. Për diplomuarit në fushën e pedagogjisë, hyrja në profesion do të bëhet pas licencimit në nivel shtetëror të çdo diplomuari në rast aplikimi për mësimdhënës në nivelin parauniversitar. Ndërkaq licencimi i avancuar i mësimdhënësve në nivelin sipror do të shoqërohet me rritjen e pagesës për ta. Do të vijojmë dhe thellojmë procesin e rishikimit dhe rivlerësimit të gjitha teksteve shkollore, sepse disa prej tyre kanë cilësi të dobët në pjesë të saktuara, e disa kanë edhe defekte faktike apo logjike. Nga gjuha e matematika që i rishikuam tani më, do të vijohet me gjitha tekstet e tjera për gjithë arsimimin parauniversitar. Si dhe për disa lëndë, do të fillojmë me përkthimin dhe digitalizimin e materialeve shkollore. Mësimi plotësues po përgatitet si program i veçantë dhe i shtrirë në gjitha shkollat e vendit. Me të nis vala e re për transformimin cilësor të mësimdhënies në shkollat tona. Do të hapen 5 gjimnaze të specializuara në gjithë Kosovën. Ato do të jenë të dedikuara për fushat që fuqizojnë cilësinë e shkollimit mesëm dhe të ardhmen profesionale, sepse të dashur qytetarë, në për universitetet tona kemi nevojë të na vinë student më të mirë, student më të përgatitur se sa që aktualisht shkojnë. Në fokus të mandatit të ardhshëm do të jenë shkollat e mesme dhe gjimnazën, në mënyrë që universitetet të mos jenë si shkollat e mesme duhet t'i bëjmë gati për universitete evropiane në vendin tonë. E programi i ri për ngritjen e madhe të cilësisë në arsimin e mesëm u jep mundësi profesionistëve me doktoratura apo edhe vetëm magjistratura dhe me kualifikim sipror në përgjithësi që t'japin mësim në shkollat e mesme anë kënd. Ata që kanë magjistruar ose doktoruar nuk është e thënë të bëjnë veç se karrierë profesionale akademike, por të bëhen edhe mësimdhënës cilësor në shkollat e mesme e gjimnazet e tona. Për çdo profesionist të tillë që konkuron e që pranohet si mësimdhënës në shkollat e komunave më të largëta do të ketë bonus të veçantë. Pra, një doktor shkence, një magjistër nga Prishtina, Gjakova, Peja, Ferizoj, Gjilani, Mitrovica, që shkon në fshatra më të largëta të Rrugovës, të Shalës, të Sharrit, Karadokut, Drenicës, kudo që shkon t'jap mësim në përfshatra që janë anashkaluar këtë çerek shekullit çlirimit, do të marrë bonus të mirë në pagën për mësimdhënie në shkollat e atyre fshatrave të larta. Do ta nisim programin e mësimit gjithditor me artin, sportin dhe mësimin digital në gjitha shkollat e vendit. Do të ndajmë buxhet, do të krijojmë kushtet duke organizuar e përgatitur paraprakisht për mbajtjen, infrastrukturën dhe burimet njerëzore. Për fëmijët me nevojat veçanta, do ta kemi programin e zgjeruar të ndihmës në shkollë
me logopedin, psikologun, aktivitetin sportiv dhe aktivitetet e veçanta rekreative. Për arsimin dual e profesional, do të kryojmë platformën me profilet e secilit diplomuar në arsimimin profesional dhe arsimin dual për qasjen tregun e punës. 10 profile të reja do të shtohen mësimin dual në përgjigjet kërkesave të industrisë, duke ju bashkangjitur atyre 16 profileve aktuale në të cilën tashmë ndodhen ose i kanë përfunduar gjithsej 2300 nxënësa. Në arsimin profesional do të vijoj forcimi me investime në mjete mësimore, marrëveshje me industrinë dhe fushat ku përgatiten nxënësit. Digitalizimi i certifikatave dhe materialeve shkollore dhe finalizimi i një platforme të centralizuar digitale për menaxhimin e shkollave, ditarëve dhe materialeve shkollore digitale janë hapat tonë të radhës. Klasat e mësimit do t'i pajisim me tabela të mençura, do të shtrim internetin brezgjër me shpejtësi të lartë edhe në 1000 institucione të arsimit parauniversitar së bashku me qasjen falas në internet. Do të mbështesim gjithnjë më shumë programet e kërkimit shkencor në universitete publike, e në mandatin e ri, universitetet publike do të profilizohen si do të filloj planifikimi për buxhetimin e bazuar në vlerësim të performancës. Duhet të dim universitetet publike në Kosovë se për çfarë drejtimesh janë shumë të mira e për çfarë janë më të mira se sa universitetet e tjera. Në qendrën e studentëve të Universitetit Hasan Prishtina do të ndërtojmë një konvikt të ri dhe 3 salla të reja për bibliotekë universitare për brenda qendrës së studentëve. Çdo qytetar i yni Çdo qytetar i yni do të jetë i arsimuar e i edukuar, por për këtë na nevojitet edhe shëndeti i siguruar për njerëzit e vendit tonë. Prandaj, secili do ta ketë mjekun familjar dhe do të jetë brenda regjistrit të kujdesit parsor shëndetësor. Prej vitit 3 fillon plani për kontrollin dhe mbikëqyrje shëndetësore për çdo qytetar. Brenda vitit tash e tutje, secili e secila do të ketë një kontroll të plot mjekësor. Sistemi që njihet si check-up do të parandaloj, ndihmoj dhe mbështes çdo rrezik që na vjen nga problemet shëndetësore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurimet shëndetësore, që po ashtu ndodhet në sirtar të gjykatës kushtetuese dhe pas kompletimit të sistemit informativ shëndetësor, hapet rruga drejt funksionalizimit përfundimtar të sistemit të sigurimeve shëndetësore. E në mandatin e ri do të decentralizojmë në tërësi shërbimet shëndetësore. Nga punët e para në këtë drejtim do të jetë shërbimet mjekësore onkologjike në të gjitha spitalet e përgjithshme. Kështu të sëmurët do të kursehen nga udhëtimi e mundimi, krahas tyre do të jenë edhe ato të dializës aty ku ende nuk jipen. Për këtë do të investojmë në çdo spital rajonal në pajisje, shërbime të reja dhe infrastrukturë moderne. Konkretisht do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovic dhe në Ferizaj. Poliklinikat e reja specialistike do t'i ndërtojmë në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec e Leposavić, e kush dëshiron të ta shohë se si duken ato, shkonim Podujev e keni të përmbyllur. Gjithashtu do t'i hapim poliklinikat specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik që mbulojnë të gjitha llojet e analizave me kosto të përballueshme. Dhe lista e rimbursueshme e barnave fillon për herë të parë duke mbështetur qytetarët për shpenzimet lidhur me barnat jashtëspitalore. Për listën esenciale të barnave do të sigurojmë shtimin e buxhetit deri në 100 milion euro, ndërkohë që e kemi gjetë më pak se çerekun e kësaj, vetëm 24 milion euro.
Tashmë e kemi unifikuar çmimet e barnave në të gjithë territorin e vendit, pra me çmime po ashtu të përballueshme. Të dashur qytetar, mandatin që po e përfundojmë, fermerët e Kosovës i bëm më të mbështeturit në rajon dhe për këtë dëshmitar i kemi mbi 120.000 fermer bujqe blektor që përfituan mbi 300 milion euro grante e subvencione. Më e rëndësishmja është që subvencionet kanë shkuar të gjitha te fermerët dhe janë dalur abuzimet e shpërdorimet të cilat mbizotronin në të kaluarën. Me qeverinë tonë, subvencionimi për 1 hektar kulturë të drithrave grur është 474 euro, ndërkaq për 1 hektar me perime është 600 euro. Para ardhjes tonë në qeverisje, a dini sa shtalla të baktive i ka ndërtu shteti? Para ardhjes tonë në qeverisje, 0. Për 4 vjet, 103 shtalla. Kanë përfitu prej 50.000 deri në 80.000 euro për shtallë, e ka edhe shtalla 100.000 euro nga shteti për blektorët tonë. Dhe jo vetëm kaq, para 5 viteve kur kam qenë fushat, çmimi i litrit qumshtit që blektorët tonë e qonin në vend grumbullim ka qenë vetëm 18 cent. Blektorët të mërzitur në fytyra e me lot në sy na thoshin veç gjyna se nuk këm hesop me hip në traktor e me e qumë vend grumbullim se shkojshin as mja umor. 18 cent litri. Dhe çfarë kemi bërë ne aso kohë? Ne e thamë, le ta rrisim këtë si premtim tonin për 50%. Në vend të 18 cent litra e qumshtit blektorëve, ne do ta sigurojmë që do të shitet 27 cent. A e dini sa është sot? 54 cent. 2 fishi premtimit ton, 3 fishi gjendjes që e kemi gjetë para 5 vjetëve. Prandaj do të vazhdojmë edhe më tej, mandatin e ri përqendrimi do të jetë te rritja e produktivitetit. Pra, jo vetëm rritja e prodhimit, por rritja e produktivitetit për brenda rritjes. Dhe gjithashtu të konkurrueshmërisë përmes mbështetjes së investimeve në teknologji e rrjetëzim të mbledhjes dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore. E kemi subvencionuar akcizën e naftës dhe tash po bëhet e mundur nisja e skemës që siguron prodhimin bujqësor nga fatkeqësitë natyrore. Nuk ka për të pas më rënim të ekonomisë fermerit, as pritje për vlerësime, për dëmshpërblime, por sigurim të strukturuar për prodhimin bujqësor. Gjitha prodhimet e fermerëve tonë do të përkrahen po ashtu në standardizim, certifikim dhe shitje. Çdo prodhim i standardizuar e i certifikuar me treg të garantuar për shitje. Prodhimet tona të certifikuara do të jenë të mbrojtura me ligj në vend dhe në Bashkimin Evropian, do të hapim mundësinë për aplikim për grante gjatë gjithë vitit. Me këto fermeri nuk do ta ketë ngarkesën dhe stresin e përgatitjes së projekt aplikimit në kohë të shkurtë. Do të përgatitet mirë dhe në sektorin që ka përvojë dhe treg për shitje. Vëmendje shtesë do të ketë zgjatja e sezonës prodhuese, vlerës së prodhimit dhe aspektit shumë qëllimor. Do të kemi grante për fermer të papërkrahur, do të përkrahim fermat e fermerëve me grante të vogla për të bërë më rentabël, duke bashkëpunuar, standardizuar, grumbulluar, përpunuar dhe kontraktuar prodhimin me blerësin. Do të krijohet mundësia për aplikim për subvencione nga shtëpia online. Pas eliminimit të 10 dokumenteve, ditëve të humbura për aplikim për subvencione, që në vitin e 2 të mandatit ton, pra në vitin 2027, do të krijohet mundësia për të aplikuar nga shtëpia. Kësi lloj secili e përcjell online e me telefon procesin nga aplikimi deri te pagesa e subvencionit. Karta e fermeri do të jetë me identitet dhe integritet të mbrojtur e sigurt në blerje të inputeve, marrje të këshillave, marrje të subvencioneve, qasjen financa dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve,
plehrave,